Mbi 28 milion kilogram vaj palme dhe 7,6 milion kilogram qumsht pluhur u importua në Kosovë që nga viti 2019 nga mbi 30 kompani. Pra, për 7 vitet e fundit në Kosovë janë sjell mesatarisht 17,5 kg vaj palme për kokë apo 2,5 kg vaj palme në vit për kokë banori. Këto të dhëna u prezantuan të martën nga Ministri në Detyrë i Bujqësisë Armend Muja. Sipas të dhënave të prezantuara, importi vaj të palmes ka tejkaluar 28,4 milion kilogram gjatë periudhës 2019-2026. Në vitin 2019 janë importuar rreth 3,5 milion kilogram, ndërsa në vitet pasuese importi ka lëvizur mes 3,2 dhe 4,3 milion kilogramve në vit. Kulmi u arrit në vitin 2025, kur në Kosovë hyn mbi 4,3 milion kilogram vaj palme, ndërsa vetëm gjatë pjesës së parë të vitit 2026 janë importuar rreth 1,8 milion kilogram. Sipas prezantimit, pesha importuesve kryesor të vajit të palmës është rritur nga 45,3% e tregut në vitin 2019 në 98,4% në vitin 2025. Por kush janë kompanitë që kanë importuar më së shumti vaj palme? Importuesi më i madh i vajit të palmes gjatë periudhës 2019-2026 është Coral Dairy me afro 4,9 milion kilogram. Pastaj renditet Esarom Kosova me rreth 4,5 milion kilogram, ndërsa në mesin e importuesve kryesor janë edhe Pico Kosova me rreth 2,7 milion kilogram, Magic Ice me 2,1 milion kilogram dhe Abrazen SHPK Qumshtoria Vita me rreth 1,2 milion kilogram. Në listën e importuesve figurojnë edhe Dauti Komerc, Drena, Aldi, Bylmeti, Natyra G, Teos, Ajka, Abi dhe Gexha. Ndërkohë të dhënat tregojnë se gjatë viteve 2019-2026 në Kosovë janë importuar gjithsej 7,6 milion kilogram qumsht pluhur të koncentruar. Importi i qumshtit pluhur ishte ulët në vitet 2019-2021 në krahasim me të dhënat për vitet pasuese. Sipas të dhënave që u prezantuan, importi u rrit ndjeshëm nga viti 2022. Rekordi u shënua në vitin 2025, kur u importuan mbi 2 milion kilogram, ndërsa deri më 25 korrik 2026, importi kishte arritur në afro 488.000 kilogram. Por kush janë importuesit më të mëdhenj të qumshtit pluhur? Sipas prezantimit, importuesit kryesor mbulojnë 98,1% të tregut të qumshtit pluhur. Importuesi më i madh rezulton Abrazen SHPK, Qumshtoria Vita, e cila ka importuar 3.447.590 kg ose 45% të tregut me vlerë prej 6,2 milion euro. Pastaj renditet Drena me 2.144.000 kg, ndërsa Coral Dairy, Pico dhe Esaroma Kosova plotësojnë peshën e importuesve më të mëdhenj. Qumshti pluhur 45%, ku është tendenca ka filluar të eksplodojë në vitin 2022. Përgjegjës është një operator, Abrazeni. Përgjegjësi i dytë është operatori i dytë i madh, është Drena. Këto dyja përbëjnë afërsisht rreth 80% të këtij produktit të qumshtit pluhur që përdoret në industri. Operator tjerë përdorin më pak. Në mesin e importuesve të tjerë të qumshtit pluhur në vite të ndryshme që nga viti 2019 janë edhe Abi SHPK, Magic Ice, Edi Group, Corab Corporation, Gen, Devoli Corporation, Cosmonte Foods, Dauti Komerc, Artzel, Arieta Group, Agna Kosova dhe Elkos. Në lidhje me krejt këto zhvillime, Kallzopikom ka kontaktuar me ish ministrin e bujqësisë Faton Peci. Peci, i cili ka qenë ministër nga viti 2021 deri në vitin 2025, nuk komentoi shifrat e importit, por tha se përkrah çdo veprim që rrit sigurinë ushqimore. Në 9 vjet janë ndërruar 4 qeveri dhe nuk ka pasur asnjë ligj të aprovuar nga këto qeveri e legislatura në ligje dhe në digitalizim. Në mandatin tim janë aprovuar 31 ligje për sektorin e bujqësisë e sigurisë ushqimore. Për 2 vite, sa AUV-i ishte brenda ministrisë që unë kam drejtuar, janë avancuar ligjet bazike. Vetëm një udhëzim administrativ ka pasur 600 faqe për afrim me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Është funksionalizuar sistemi i FCMS-s, që është arritja kryesore në fushën e digitalizimit,
ku të gjitha produktet ushqimore kanë kontroll digital dhe ndiqet sistemi gjurmueshmërisë pra nga produktet fillestare deri te produktet finale, qoftë për produktet me bazë shtazore të gjalla apo produktet e përpunuara. Janë kontraktuar laboratoret e fjalës së fundit të teknologjisë me financim prej 5.8 milion eurosh nga Banka Botërore. Për 2 vite janë krijuar parakushtet për kontrolle tashmë më efikase, sepse duhet theksohet fakti se në vitin 2023 AUV-i është rikthyer në Ministrinë e Bujqësisë. Unë nuk jam në dijeni të thellë për rezultatet e tanishme, por e përkrah çdo avancim të mëtejmë të reformës dhe sigurisë ushqimore. Po ashtu, për herë do të jem në përkrahje të fermerëve kosovar, të cilët janë fantastik, si dhe në përkrahje të prodhimit vendor, sepse ai është jetik për ekonominë tonë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dje doli me rezultatet e mostrave të cilat janë marrë gjatë periudhës prill-korrik 2026. Rezultatet tregojnë se 10 produkte të prodhuara ose të importuara në Kosovë kanë rezultuar me prani të vaj të palmes dhe në disa raste edhe të yndyrave bimore të padeklaruara në etiket, duke ngritur dyshime për mashtrim të konsumatorëve. Sipas dokumenteve të AUV-it, vaj i palmes është gjetur në produkte të ndryshme, duke përfshirë gjiz, ajk, shmand, djath, krem, qumsht, krem për pite, kos me kajmak, speca me ajk e produkte të tjera.